Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti, po lutem së bashku me ju mbrëmsore në martë, java 5 e kohës së kreshmeve. Psalmet të marra nga java pare psalterit, o hy më eja në ndim. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e birit të shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Himni. O Jezus, je themëluesi i agjerimit të kreshmeve, më ngjillet në i mësove për shërim të mendjeve. Bëju tash ti krah kishës, pendesës që ndroi pranë, shtrirë për dhej të lutemi, të falësh mëkatet tona. Ti fajet e ribëra shlyj me hirin tënd, e rojen ka ardhmja me shumë butësi përdore. Të shpërblyr nga veprat vjetore të pendimit, të shkojmë në gëzimet e pashkeve të denja për kremtimin. Ty gjithësia sendeve të adhuroft, trinia mëshirshme, me faljen tënde të përtrirë të këndojmë një këngë të re. Amen. Antifona e parë. Lartësoje o Zot Krishtin tënd, dhe ne do t'i këndojmë nga dënimit tënd. Psalmi 20. Lutje për fitoren e mbretit Mesi. Të dëgjoft Zoti në ditë të vështirë. Zot të dalë të emri hyji të Jakobit, të qoftë ndihmën prej shejtrarës, e të mbroft nga Sioni. I rënd në mend për të gjitha flitë tua, u kënaqt në flinë tënde të shkrumbimit, i plotsoft të gjitha dëshirat e tua, i qoft në vend të gjitha synimet e tua. U gëzofshim për nga dënimin tënd, lart i ngritshim flamujt për nder të emrit të hyjit. I plotsoft Zoti të gjitha kërkesat e tua. Tani po e di se Zoti e shpëton të shugruarin e vet, e dëgjon nga qielli i vet i shenjtë, me fuqi nga nyse të së djathtës së vet. Disa mburen me qere, disa me kuaj. Ne në emër të Zotit hyjit ton jemi të fort, ata rshqitën dhe u rrëzuan. Ne qëndrojmë drejt të pathyeshëm. O Zot, shpëtoje mbretin ton, na dëgjo kur të therasim në ndihmë. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Lartësoje o Zot Krishtin tënd, dhe ne do t'i këndojmë nga dënimi tënd. Antifona e dytë. I këndojmë këngë dhe himne pushtetit tënd, o Zot. Psalmi 21. Falënderim për fitoren e mbretit Mesi. O Zot, mbreti gëzohet në sajë të fuqisate. Plot hare e mbush shpëtimi yt. Ti ja plotsove dëshirë në zemrës së ti. Nuk i përbuze lutjet e buzëve të ti. Që më pari dhe bekime të mëdha, mbi krye i vure kuror ari të kulluar, tu lut për jetë e ti dhe ditë të shumta në jetë të jetës. E madhe është lavdia ti në shpëtimin tënd. E stolise me madhëri e me shkëlqim, ti e bëre bekim për gjithmonë. E kënaqe me gëzim në praninë tënde. Sepse mbreti shpresën e ka në Zotin, në sajet e besnikrisë të lartit Zot s'do të trandet. Ngrihu o Zot me fuqinë tënde, e ne do të këndojmë, e do të vallëzojmë për nga dënimin tënd. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. I këndojmë këngë dhe himne pushtetit tënd, o Zot.
Antifona e tretë. Në bëre o Zot një popull mbretërish dhe priftërin për hyjin tënd. Kënga krahasuar nga libri i Zbulesës kapitulli 4. Himni i të shëlbuarve. I denj je o Zot hyji ynë. Të marrësh lavdin, nderin dhe pushtetin. Sepse ti krijove gjithçka, dhe me vullnetin tënd gjithçka u bë dhe u krijua. Ti e i denj o Zot të marrësh librin dhe t'ja zgjidhësh vullat. Sepse që prer dhe me gjakun tënd i shpërbleve për hyjen, njerëzit e çdo fisi, gjuhe, populli dhe kombësie. Dhe i bëri për hyjen tonë mbretëri dhe priftërin, dhe ata do të mbretërojnë për mbi tokë. Idejnë është qengji prer, të marrë pushtetin, pasurin, dijen, fuqin, nderin, lumturin dhe lavdin. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë në jetës. Amen. Na bëre o Zot një popull mbretërish dhe priftërin për hyjen tonë. Leximi i shkurtër nga letra pare Korintasve kapitulli parë, rreshtat 27 b deri në 30. Hyji zgjodhi të doptit në sytë e botës, për t'i turpruar të fortët, dhe jo bujarët e botës e të përbuzurit i zgjodhi hyji, mu edhe ata që nuk janë, që t'ja zgjesoj ata që janë, në mënyrë që asnjë njeri të mos mburret para hyjit. Po, ai bëri që ju të jeni në Krishtin Jezus, i cili u bë për ne dije që vjen prej hyjit, drejtësi, shenjtërim dhe shpërblim. Përgjigjja e shkurtër. Na shëlbove o Zot me gjakun tënd. Na shëlbove o Zot me gjakun tënd. Ti bëre prej nesh një popull mbretërish dhe meshtar. Me gjakun tënd. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Na shëlbove o Zot me gjakun tënd. Kënga ungjillare Magnificat, Antifona. Ai që më dërgoi është me mua e nuk më lë vetëm, sepse unë gjithmonë bëj çka i pëlqen atij. Kënga Virgjës së Lume sipas Lukës ungjilltar kapitulli i parë, rreshtat 46 deri 55. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im e harej brorit hyjit shëlbuesit tim. Sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtorën e vet të përvuajt, që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. Sepse punë të mëdha bëri për mua hyji gjithë pushtetshëm. I shejt është emri i tij. Mëshira e tij brezni me brezni, për ata që e druajnë. E tregoi fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve. I rrëzoi princat prej froneve të tyre, e i lartësoi të përvuajturit. Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë, e të pasurit i nisi duar that. I ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet, duke sjell në mend mëshirën. Si vapati i premtuarit tërve tanë, në të mirën e Abrahamit e të pasarseve të tij në amshim. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Ai që më dërgoi është me mua e nuk më lë vetëm, sepse unë gjithmonë bëj çka i pëlqen atij. Lutjet e besimtarve.
Zoti ynë Jezu Krishti na ka urdhëruar që të jetojmë me sy qeltësi dhe të lutemi pa ndërprerje, që të mund të kundërvihemi tundimeve. Atij duhet i drejtohemi me lutjen e sinqertë. Shiko, o Zot, dhe ki mëshirë. O Zot Jezu Krisht, ti na ke premtuar se do të jesh i pranishëm në mesin e atyre që do të mblidhen në emrin tënd. Bëj që gjithmonë lutjet tona t'ia drejtojmë Atit nëpër shpirtin shejt. Shiko, o Zot, dhe ki mëshirë. I fejuar i qiellor, fshi njollat nga fytyra e kishës sate. Mundësoja që për herë të udhëtoj e gërshetuar me shpresën edhe me fuqinë e shpirtit shejt. Shiko, o Zot, dhe ki mëshirë. Dashamiri njerëzve, bëj që të brengosemi për fatin e të afërmit, siç na ke urdhëruar ti. Në mënyrë që drita jote shpëtimsjellse, ti ndriçoj sa më shumë të gjithë njerëzit. Shiko, o Zot, dhe ki mëshirë. Mbret paqëdashës, bëj që fjala jote ta mbizotroj botën. Ashtu që prania jote shpëtimsjellse të vërehet gjithkund. Shiko, o Zot, dhe ki mëshirë. Të gjithë të vdekurve mundësoju hyrjen në lumturinë e anëshuar. Ndriçoj me dritën e qëndrueshmërisë së lumtur. Shiko, o Zot, dhe ki mëshirë. Aty që në qiell u shejtrofte emri yt, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na lëro nga i keqi. Amen. Të lutemi. Bëj po të lutemi, o Zot, të qëndrojmë në shërbesën tënde, që edhe në kohën tonë kisha jote të shtohet për nga numri i antarëve dhe për tritja e shpirtit, në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jetone mbretëron në bashkim me shpirtin shejt hy për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Të bekojmë Zotin. Falenderojmë hyjen. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, lutëm së bashku me ju mbrëmësoren. Vazhdoni qëndroni me programet e Radio Marisë së Kosovës. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.